Tabela tregon se afati i përfundimit të projektit është 12 muaj, por ndërkohë që periudha më e madhe e këtij afati është përmbushur tashmë. Puna për realizimin e shëtitores lungomare në plazhin e vjetër nuk ka arritur as në 10% të realizimit të punimeve. Ky projekt madhor për Vlorën prej muajsh po vazhdon me ritmet e breshkës, ajsa nuk po kuptohet më se kur punimet janë të pezulluara dhe kur po punohet. Për shkak se kur punimet mbeten pezull sërish në teren, qëndrojnë të zbarkuara mjetet e tonazhit të rënd, duke të dhënë impaktin se punohet, por edhe kur punohet, punët që bëhen ecin me ritme tepër të ulta, duke mos u dalluar as pak avancimi i tyre në teren. Mjetet e tonazhit të rënd në bregdetin e plazhit të vjetër zbarkuan në muajin tetor të një viti më parë. Prej më tepër se 3 muajve ato qëndruan të fikura në bregdet, pa u bërë asnjë punë vetme. Projekti nisi të realizojë në muajin janar të këtij viti, kohë kur u vendos edhe tabela e dytë e projektit, e cila siç shihet në pamje tregon afatin e punimeve prej 12 muajsh, por nuk tregon as pak datën kur punimet kanë nisur dhe kur përfundojnë. Projekti vazhdoi me ritme të ngadalta deri në muajin maj, kohë kur nisi sërish që punimet të ndërpriteshin për të nisur në shtator. Në fundin e muajit dhjetor, puna për realizimin e lotit të parë të shëtitores lungomare në plazhin e vjetër duhet të ketë përfunduar. Por megjithse ky afat po afron, nuk ka asnjë shenjë e cila të parafrojë përfundimin e punimeve për shkak se projekti është ende shumë larg fundit. Në zonë siç po ndiqet edhe nga pamjet e filmuara në ekran nga televizioni 6+1 Vlora, është punuar për rehabilitimin e disa kanaleve kulluese që derdheshin në det. Lajmi i mirë deri më tani nga ky projekt është rehabilitimi i këtyre kanaleve që sillnin ndotje. Aty është ngritur edhe një pjesë e trases që do të ketë funksionin e rrugës dhe vend kalimit të këmbësorëve në një lartësi më të lartë se bregdeti dhe vetëm kaq. Megjithse kanë kaluar më tepër se 10 muaj nga nisja e punimeve, nuk ka asnjë avancim të punës në teren. Mbi të gjitha ka ende shumë punë për të bërë në rehabilitimin e rrugës, trotuareve, ndërtimin e korsisë së biçikletave, rehabilitimin e kanaleve kulluese, kënetave anës rrugës, por edhe sistemin e ujrave të bardha dhe të zeza. Jo vetëm kaq, por duhet të rehabilitohen edhe pjesët e gjelbëruara apo vendet që do të kenë funksionin e shesh pushimeve dhe veprave të artit. Deri më tani, në thuajse 11 muaj, është realizuar vetëm 1% fare minimale punës. Me këto ritme, këto punime pritet të zgjasin 2 fish më tepër se afati aktual dhe nëse do të ketë ndonjë ndërprerje deri në 3 fish më tepër.